Përshëndetje gjithë juve që jeni në valët 102.2 është ky edicioni më i ri emisioni të Akustik Night që realizohet çdo ditë prej orës 19:30 deri në orën 21. Sot e kemi paralajmëruar shumë herë, por sot e kemi kënaqësinë për shkak se na gjenerata që jemi pak më treja se ju jemi rritur ju. Kështu që momentin që ju kemi mandej në studio, për neve është përveç që është ndër, domethënë është kënaqësi pas për sa për ne, edhe pse Bajramin e kemi pas shumë shpesh në studio, ka qenë shumë interesant në ato momente se ishim shumë tri dhe kur e takojshim unë kujtohet albumin e parë vitin 2000 kur e faktikisht është albumi i dytë. Po unë bëj gabime po tash. Jo, tamam. Gabime janë për tezga. Po s'ka. Njerëz dhe gabojnë atje. Ju falenderoj shumë që të keni sot mund me të jetë Bibi Poço. Edhe gruaja më thjet Poço kështu që. Çfarë? Është shumë kënaqësi që të kemi sot. Shumë faleminderit që ke gjetë kohë, dhe që je angazhuar, po që ke gjetë kohë. Edhe për mua është privilegj me qenë në radion tuaj të respektuar se unë kom qenë si që theksova dhe ty, sidomos pas vitit 2000, kom qenë musafir i shpesh në Radio Plus, edhe kom kalu qaste shumë të mira dhe natyrisht kontributi i Radio Plusit ka qenë jashtëzakonshëm se ka popularizuar një rock muzik që ka qenë defanziv. Atë kohë edhe moj men ty aloj rike men para 26 vjetë A tash po gjelezoj. Jo, seni ajti se në formë të aloj ri kjo ma i ri edhe natyrisht një vetën shumë mirë që jo musafir bashkë me muën dhe na jemi në Roskjen që sa vite dhe mundohemi me kontribut sa matë voskël që me rritë pak rock kulturën shqiptarit. Gjithashtu përshëndesim shumë edhe Mua Veselin, një super gitarist, faleminderit shumë që je pjesë e edicionit sot në emisionet Akustik. Faleminderit që më keni ftuar, faleminderit në mikpritje, bashkë të vendin e bukur. Edhe i nxehtë është apo? Po i mirë, se ftohtë është për jashtë, sot është dita më e ftohtë. Po punon mirë. Për momente. Jo, është shumë derë që ju kemi sonte. Okej, kemi pasur edhe mysafir viteve të 30-ta, Mustemi edhe gjenerati Juvja që kanë filluar me rock dhe kemi marrë një histori shkurtër. Megjithatë, ju jeni figurat njohtura dhe shumica prej njerëzve e dinë edhe ato fillet e juve të muzikës. Megjithatë, në momentin kur unë e lexova për moshën e Poçit tepër i ri, ka nisë 16 vjeçar apo jo, 15-16 veç se keni bërë bendin. 15 kur kom qenë 15 faktikisht e kemi kriju bendin Babylon atë kohë edhe kemi pas incizimin e parë në vitin 1986 me këngën e parë Babylon, që ka qenë edhe shkollë të mesme kemi qenë atë kohë, faktikisht edhe në gjithë dota po në gjithë dota kemi pas karshi Radio Kosovën tash në atë kohë Radio Prishtinën, kështu që ka pas mundësi mu incizu ajo këngë edhe ma herët, po ka pas filtra në atë kohë që s'ka mujtë. Nuk ka mujtë gjithë kush me incizu në atë kohë, kështu që një periudhë një veçare ka qenë prej mas shkollës të shku në Radio Prishtinë poshtë aty në katin e parë me telefon apo mundësi me incizu tjera, po qaj ka qenë fillimi edhe kënga në atë kohë ka pas sukses të jashtëzakonshëm e këngën e dytë kur e kemi incizu më thonë nga kanë filmin e kështu që ka qenë një kohë shumë muj me thonë lirisht e arte e rockut kosovar shqiptar edhe ka pas shumë bende edhe ka qenë shumë sukses në atë kohë si 16 vjeçar ose si gjenerata që një kontreja për me mëri për shkak që i ceket edhe ma herët filtrat që kanë qenë filtrat kanë qenë edhe plus motivi ka qenë ma i madhë për me incizu ka pas produksion atë kohë ka pas edhe përkrahje prej Tomar Berishës për shembull ka qenë atër një producent masanej Ilir Hoxha ka qenë një incizus në atë kohë që Ilir Hoxha ka incizu në atë kohë në këngën e parë të grupit Babylon. Sa mirë, mu do me thonë, juve ju ka rapër me kaluna për periudat ndryshme, se nëse i krahasojmë vitet e 80-ta, mandej 90-ta dhe dimë dhe vetë se që shka qenë, ka rrëveç duke u përkërsu gjendja. Mandej edhe vitet 2000, ta shini të përjetu edhe këtë kohën moderne të inteligencës artificiale.
A keni mujt më përshtat shpejt ajo ose? Nuk që jemi me gjenerat me fat, se kemi përjetu përgjë 3 shtete. Jugosllavinë, Serbinë, tash edhe Kosovën, shqyr. Edhe po mendoj edhe teknologjia, përparimi i teknologjisë na ka. Kështu po mendoj na ka shku për shtati tamam. Po, se tash e kemi shumë akallajn këtu vjet tona, se i kemi me bu muzikë, me shfryzuar fundit edhe ajina. Patjetër po. Tash po shfrytëzojnë edhe shumë tjerë, nëse shfrytëzojnë edhe njerëzit që kanë provuar gjatë dinë edhe çish me shfrytëzu, Po sigurisht, po atë që na jena ma naturalista kështu si Emil Zola që ma bio jemi kështu që preferojmë live, edhe incizimet live, edhe krejt, edhe pse tash inteligjenca artificiale ka një përparësi që mujmë do sene mi përdor për incizimet të arshme, po na jemi ma shumë strikt live, natural, akustik. Po, çfarë është? Çajo është. Si është e mundur që në atë po nuk ka pas përkraje prej na dim teknologjia dhe na kur kemi filluar vitet 2000 kemi pas shumë probleme me transmetimin radio, me CD-a, me kaseta, radio, domethënë derisa kemi kaluar te këto softverët e automatizuar. Megjithatë 85 86, 87, në një kohë shumë të ri, në momentin që ju i keni bërë do kong, ato kong nuk vdesin as sot, do një kong që jesin, ndërkohë që sot është ka prodhime pak më shumë, po megjithatë nuk po mundem ndoshta me mri atë pikun ku e keni mri ju në atë kohë. Po, incizimet jo mua e dyna dhe mua, se mua ka qenë grupi fillimit fundit, në atë kur që ajo gjenerat jemi, në Oaza, o incizut analog, po, me tape. Dhe kualiteti ka qenë tash po kthehen edhe apet në analog edhe incizimet Leni Krevishi për shembull incizon analog. Edhe ka xhelozin. Edhe kanë qenë, po mendoj, po përveç kësaj na kemi pas edhe kohën e limituar për me incizu, ke pas 4 orë, për ato 4 orë do të me incizu ose për ndryshe kështu si jemi mundu maksimalisht pa pështru kanë që kemi komponu vetë edhe me performu sa ma strikt. Shumë po më intereson se 4 orë kemi pas në dispozicion, po thjesht për ato 4 orë a ka ndodhur ndonjëherë mos më do jo të kënaqur, veç shumë ai ka pen çat ose për shembull që unë këngën me ndigju këngën origjinalin 86 në Babilon që unë kom bërë remake edhe në vitin 2000, unë kom paramenu me rifa kështu atë, po zmadhuese që ka qenë prezente në atë kohë, po nuk ka pas distortion. Po. Edhe kemi incizuar me clean sound, edhe s'kemi pas rrugdalje tjetër, kështu po ka pas sukses të madh, edhe masnej Andre kom pasur që me bo remake ato, me përpunu edhe o arrit qëllimit tamam që shkom dasht me rifa, edhe është në album sa për fillim në 2000 është me shumë rifa që ashtu që shkom pasja. Edhe është një super këngë, gjithashtu edhe ti e vetëm një iluzion, është një këngë që ne jemi rrit, s'ka bëjmë rrash, jemi rrit, ti ku pranë shtëpisë ime. Këtë unë do të thonë janë super këngë që ju keni bu për atë kohë, edhe është super kënaqësi që kemi sot. Lutem. Ti e vën shumë i vogël ata. Edhe një kur i vogël. O rrita shumë. Tash e bëj madh. Edhe ky është një muziciant i jashtëzakonshëm, kështu që është i takon elitës rock and rollit shqiptar. Ja, faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Nëse nuk ju prishi punë, ky zonë janë është Unë është me kënu bashkë në muzikë. Jo, unë është guxoj. Nuk guxoj. Mama, zonën e dytë. Nëse që një është i gasë. Cëri pa probleme, po. Megjithatë, momentin që kemi lajmëruar që kemi bibi poshin sot, është më mirë me të një pak të kënu, mandena arsitona dhonë për folë. Jo, e kjo t'i zonë në akustik për një me. Faleminderit. Faleminderit së të juve. Tell me
jetën time ju ty, me kujtimet për ty, pa ty unë ndjes mrasti. Si një vulkan që fleja mund, kur t'i ditat gjitha, kërkimet që nuk desin kur. Në qela shikoj, nuk dale kërkoj, unë dua të iga ti pa gjithmon, provoj të haroj, fytyrën e njom, dua të kej, haroj, dënove, si ku një hi e shkove, të lutem dhe unë për gjithmon. Harove, dënove, si ku një hi e shkove, të lutem dhe unë për gjithmon. Nëse ty t'imaginoj, si një engjël shikon, si kur do më thuash jo. Rrugë të shoh si kur atë, ti shëndrit si një djel, në dua që unë ty të ndjej. Në qela shikoj, nuk dale kërkoj, unë dua të iga ti pa gjithmon, provoj të haroj, fytyrën e njom, dua të kej, haroj, dënove, si ku një hi e shkove, të lutem dhe unë për gjithmon. Haroj, dënove, si ku një hi e shkove, të lutem dhe unë për gjithmon. Si ku një hi e shkove, të lutem dhe unë për gjithmon. Harove, dënove, si ku një hi e shkove, të lutem dhe unë për gjithmon. Harove, dënove, si ku një hi e shkove, të lutem dhe unë për gjithmon. Harove, dënove, si ku një hi e shkove, të lutem dhe unë për gjithmon. Qërë në Gjakovi thojnë ma mirë zarar. Lumë goja, se. Nice. Emocionuse. Është super klasi, super kung, janë kung që s'vdesin kur, kështu që lumësive që keni pas fatin edhe keni go, që me do. Po, kjo është prej albumit tret timin 2004 të në kur incizu në studion e Eles Preshevës në ko. Edhe videoklipin e ka bo Blerin Gjosi, Prishtina Film.
dhe ka pas sukses të jashtëzakonshëm. Dhe falenderoj Blerim Gjosi se Blerim Gjosi e ka bo edhe videoklipin e tij vetëm në Illuzion vitin 2000 edhe videoklipin e ktheu kësaj këngës pa asnjë lek. Që ka jap kontributin e vet. Saj ka qenë një fan i madh i rock muzikës edhe në atë kohë kur ka qenë student, non stop ka arën performime që i kom po sidomos edhe viteve 90 kom qenë aktiv unë kështu që ka pas edhe një është knasi se në atë kohë për shembull nuk ka pas na rockera s'kemi pas lek. Edhe shtu në kësaj një kjo vërtet. Ama kena pas marka, atë lutëm. Ama besoj që solidarizohen, okay. Me 5 marka këtë nërë, bajagi do pije kishë. U konë me feningat. Normal. Po ka qenë kohë e vështirë, po ka qenë motivi edhe ka qenë disponimi shumë i madh, po menoj me vullnet qashtë madh, ku kemi jetu me një geto faktikisht, po ka pas edhe njerëzit kanë qenë më të afruar njëri tjetrit. Krahase me ditë sot me qenë pak më të largu. Po, përmendet Blerim Gjosin që e përshëndesim shumë. Edhe është në LA, është në... Patjetër, po e kam një përvojë të vogël edhe unë gjatë shkollës mes me di që patarëve ka bërë një shfaqje, po ashtu. Ne jemi konë kohë të kupimit, po ka pa lek edhe në atë kohë, domethënë, vërtetisht kanë dashur shumë punë, kanë dashur domethënë për mendimin njëri tjetrin, kështu që është shumë mirë, kjo është një gjenerat që është solidarizuar shumë njëri me tjetrin. Pa ndihmën e njerëzve se unë për shembull në atë kohë unë më kujtohet viteve 90-95 kur kam dëgjuar albumin e parë, më ka desh një 3-4 vjet, ka 10 marka mi kursy që me incizu albumin. Edhe studio vetëm në atë kohë ka qenë studio Gjedit Gashit, edhe natyrisht ndihmën e kom pas edhe prej muzicianëve përgjithësi që kanë qenë albumin e parë, për shembull Nejat Masula i ka rënë gitarës, edhe Nejat Masula ka komponuar edhe një këngë për albumin tem. Pastaj unë i pata thirrta gitaristat e ri në atë kohë që kanë qenë 16-17 vjeçar, Balion Gashi, gitaristi i Elitës 5, Armen Xhaferi, Xhafa që është jazz gitaristi më i mirë shqiptar, edhe Luan Masula, djali i Nejatit, kështu që i pata thirrta ata kanë këngë keni mirë gitarës, edhe prej atij momenti edhe ata kanë shpërthyer se Gjedit Gashi s'më ke besuar që gjeneratat e reja kaq gitarista të mirë me pas atë edhe kështu që ka një shtytje për krejt. Jemi konë shumë atëri në atë kohë, po më kujtohen shumë mirë performancat e tua kur i ke marrë edhe në Casablanca. Po, Casablanca. Edhe dhe në cilë detaj më kujtohet shumë. Kur e marrë gitarën, e që shërkohë. Po, si Jimi Hendrix. Po, ku jo form, super form. Mua veç kur të më shesh, tu këthy në nonën tjetër. Po, dijen. E boni. Janisi kë. Se thojmë kretë dhe presim mëndim. Normale. Po dhe ajo ka qenë kohë e mirë edhe në Korezm. Ka qenë një farë mbledhje e njerëzve që kanë... Njerëzve të mirë. Edhe po, njerëzve që në që ato qastë të vështira e kanë gjetë një hapësin për me bo qef edhe Fix. Për kundër vështirësive që unë kom tjetës. Unë deshta unë lidhë të kjo pjesa se e cekëm, do në thonë që keni kalu në për shumë periuda. Megjithatë, sa ka qenë vështirë në atë kohë për të paktën me siguru ti e cekë edhe ma herët që është dash me mbledhë pare për me realizu të shkatoren. Po, kur ka arë puna për me jetu për muzikës, në konë e pa mundur, apo e? Shqyqo, në atë kohë Boakia ka qenë pak ma e favorshme, se une për shembull si rock muzician nuk ka pas pare shumë pak, po vlera e pares ka qenë ma madhe. Po në atë kohë krejt na prindi kemi pas pa punë, për Serbia na i ka qitë për punës edhe ka bo shumë zanet kësia që shredim. Gjithë ne edhe me që ato pare jemi kërpit. Sa kështë të Kapak. 5 marca aty, 2 marca aty, dhe që mi konë shumë atluntur. Shumë atluntur edhe shumë nështë respekt. Ka pas Shumë respekt, po ma shumë. Ka qenë jashtëzakonshëm. Patjetër. Edhe kemi qenë solidar me njëri tjetrin, dikush ka pas për shembull ti s'ke pas për me pi një pije apo di unë, ai se kam një markë gjysi, kam edhe pim shumë pije, janë 70 fenegi, unë kam një kazë problema. Tash €3 një pije. Jo,
rroga 200 euro. Llogaritë do. Po, Jo mos e llogaritësin në terminus. tani ku del pension 150 euro, se 120, po e ka Ja që 170 edhe për naftë. Po, Albini e ka rritë një 30 euro. Po tash është shkon. Mua tash kur del pension për shembull e ka sigurt, se i marr 150 euro. Mirë është mu, po nishin. Nëse llogarit shtu 100 macchiato i kitë siguruar. Do të thonë 100 espresso. Nëse kë nuk e preferon çajin e kamomilës. Ma mirë. 170 Edhe euro. një birrë. Edhe një birë. Që i bjen 320 çaja e Po shije që ka financa. Po është Jo, i mirë është. Jo, ne bases zdi san. Po si sa financierat mira se Financierat Po snina mirët. është si grupës tonë edhe ai më një herë I menaxhon i kalkulon. Ta basistat janë krejt kalkulator. Po dhe. Basistat janë ata instrumenti i cili nuk nihet, por kur nuk i bjen hetohet. Po. Fix çfarë. Munga. Mu do të thonë do ti aktiv prej viteve Të dhejta. 80. Veç kështu me grupin Haza, fillimi fundit, mandej me shok, që Me shtu shok, disa po. vjetë që më kam të nej, mandej me poqin që mi ndamo. Prej 2000-s faktikisht na jemi kohën si band Bivi Poçi Armadillo Blues Band. Edhe jemi ende aktiv në qatë formë, po tash është problemi që përpara ka ma shumë ka pas koncerte kështu të me masive, Masive, në formë koncertale. Tash po lipemi sa në plak dueta, Po dhe. edhe tash unë mua tani ose edhe me tjerë boj muzikë, performojnë në për lokale ndryshme, edhe pse niveli i rock muzikës në Kosovë është minimum. Po. Megjithatë janë këto qendrat urbane, ndoshta që prapë marrin frymën gjallë. Po. Është e vërtetë që kanë të përkuar dhe rryma të ndryshme dhe këto rryma që konsumohen ndoshta shpejt. Është normale. Është normale se është muzika komerciale, na nuk jemi komercialista, po menoj këshyri me promovu që ato vlerat që në tonë botën që bojnë jazz, blues, rock, edhe nuk e ndrojnë që stil, vazhdojnë që ashtu deri sot Ska mundohet. shkojnë aty. Po megjithatë këto janë këto prodhimet që buhen që mirën seriozisht dhe janë prodhime të mira, këto jetëgjatësinë e kanë më të gjatë, edhe kështu që Jetëgjatësia krejnë rregull, po money wise, pare që kur Merën ki si këpucat knafë. financiere. po është knasi. Edhe Patjetër. është knasi edhe shpirtnore edhe kur ti je në qatë frym i rritun, atëherë nuk i ka me shumë me deviju. Tash unë nuk më me knu tallava, se tallavaja për mu nuk e njoh as nuk e du. Po, s'është e joshja. S'është e jam, ja, unë e vazhdoj me qështos. Me knu në ashta mua munët me knu tallava. Po, mua Provojnë ama mo. Po, Që ty Po që ky stili muzikës tonë është pasuri, që është me tonë, aseti joni që fatmirësisht ka dhe djenë të ri, po me nëjë bende të reja të cilët në përcjellin Është shumë interesant që rock muzikën, po në mos pak ma dvorë. Unë e komprej sidomos ta që janë të akademisë muzikore. Në momentin që së na këtu ju thirim edhe juve që thjesht jeni motiv për gjeneratat e reja, po thjesht i thirim edhe ata të rritë, shpesh edhe bojnë promovimin e tyre dhe është interesant që shumica për tyre performojnë këngë pikërisht, do të thonë që janë bo vitë më herë. Po. Edhe jo këngë që ka dhe prej tyre tash, se nuk do të thonë që tash nuk ka diçka të mirë, po megjithatë shumica i performojnë ato këngë që janë bo më herë, që janë menuar ndoshta më mirë. Unë mendoj që rinia do të me prodhu. Patjetër. Se covera me bo është problemi, po sa mire ka bo këngën e Led Zeppelin ose Pink Floyd e Sanem. Edhe na bojmë covera, po do të me prodhu me incizu këngë të reja, me incizu albume, këto grupet e reja për incizojnë një këngë, dy këngë, tani po shduke. Dhe që ajo është mangësia momentale, unë kom të qef një promovu dritë që edhe minimum për me incizu që mua e ka studion edhe
sa herë ta janë organizatorë e festivalit Rock për Rock. Që me zëtë Agim Berishën. Agim Berisha më duket ka qenë ai iniciatori që Bibi Poçi thot Bibi Poçi. E ka bashku. Ai ma ka posë mu Poçi më ka dhënë rreth Bibi Bajram Bibi bashkë shumë gata edhe ma po Bibi Poçi. Na, çfarë ja. Ose Bajram Bibi Boshë, edhe në letë njoftim nuk e nxjerr. Kreativ. Shumë. Edhe edhe me pikturë. Po sani. Pa piktura, ku je pasi Është i biri i Angel Berishës. Pikturit. Po, Pikturit me renome. Patjetër, e përshëndesim shumë. E kom prej që në kohën e fundit është një tendencë, sidomos këta këngëtarë që kanë i bagazh, që kanë kohë, do të thonë që kanë përlu vetë, për me organizu koncerte. Keni mendu diçka të gjashtë mëse? Unë e përësaj që i shdashtë. Rrugës bile, atën se na kemi diskutone, faktikisht kom fitu një projekt, Ministri Kulturës, një koncert Bibi Poçi 40 vjet rock. Kështu që do të jetë një gala koncerti organizuar besoj në mars. Okej. Ko ka afru? O afru tash duhet veç me janis organizimet mi bo edhe Janis provat. po prova që Muhameti është mua është tu. Të zonë sonte për provë. Ushtruç tash sonte po ushtron. Sonte provë Generale generale. shku me komplet band aty. Po. No blem, edhe plus ekstra ko me pas, kështu që menoj me bo një koncert shtu këngë të mia prej fillimit. Një 12-13 këngë edhe me ftesa natyrisht, nuk është qëllimi aty me financa, përfitime, materiali, që apo dion është, veç një thirë njerëzit një 300-400 njerëz, edhe që ashtu me ftesa njerëzit që enjoyim, që janë të interesuar edhe plus dikush që është i ri, vuakia përmes radios juve, mi u ja ftesa një dëgjutët ju. Patjetër, po. Kështu që ka interesim edhe besoj që është edhe një farë motivi, mos edhe për gjeneratat e reja, që me shku për para. Patjetër. Tash pibojna pak do pyetje edhe kështu janë pak klisheja, po megjithatë na intereson, për shkak se ke sjell deri tash materiale shumë të mira. Jem ka doj me ditë, ke menu për materiale të reja diçka, ose jo për mes jelë? Unë i kom demo tash, një single gati e kom, edhe jam të punu në albumin e 6. Sa mirë. Edhe po du me punu ka dal-dali, nuk po du me pëngut, edhe nështu që me pas një kontinuitet edhe një stil që ndërlidhet me se cila kom një kongën tjetër. Mua e din që unë i kom një 250 demo, ta desh probleme kom mi selektu, cilën me... Se cila ma e mirë se tjetra. Besoj që kom e pas, edhe natyrisht tekstet për shembull i ka shkruajt, disa tekste i ka shkruajt edhe Adrian Shaja, masaj tekste i ka shkruajt edhe unë, Eleri Kallë që kena me kru shtash e ka shkruajt për shembull në albumin e tretë, e ka shkruajt Blerim Gjosi, edhe një kallë, ka shkruajt tekstin, ajo në kom bo muzikën, kështu që kom përkraje prej njerëzve që kanë autoritet edhe që janë njerëz që shkruajnë tekstet mira, që bëjnë muzikë mirë, edhe që kjo është qëllimi. Unë po besoj që është ndera dhe ndim vetën mirë në momentin kur i ki disa figura, do të thonë që bashkangjitëm edhe që për me janë emra dëshmuar. Po, ati qysh unë i kom pas në Musafir për gitaristë, po dihet mua po se po ka qenë Ilirtore, për shembull, ka qenë Musafir. Valion Gashi ka qenë shumë herë në albumet e mia, mosanej Leonard Niko Qiri gitarës. Leonard Sanhosi, ka qenë Musafir dhe Armen Gjava i ka ra një jazz blues që kom në album, kështu që gjithë ata gitaristat më të mirë kanë qenë Musafir edhe më kanë ja privilegjin me punu me ta edhe ndihmën që kanë ja për kontribut. Shumë faleminderit. Ndërgjojnë më Niku, duke llogarit që Blerim Gjoci e ka bo tekstin, kështu që pengojmë për zdyti kështu me vëmendje edhe presje. Faleminderit.
se me vani që do të shatë flash ti më të them o svon Pës vetës dhe nuk ti e dy Së ku të letre ëndra thire Ti e studje kokës e këtën Mire ke ndoshta edhe nuk jave Në ta ty shtuk është në esti Bidëm se meriton më mirë Edhe shmi bon jam I ti I pa shpirë si pi vështirë Unë jam I til, kus me sova ndashuri Ja parat në taksi shkon në shtëpi Edish mi por jam I til I pa shpirt, I pa si pi vështirë Unë jam I til, kus me sova Ja parat për taksi shkon në shtëpi Loti në faqe të rje dhe disa dhe shmua rrugët t'i pret Që I fëqim të më kuptosh Ka që kishim në këpon Atë moment dhe atë hapsire Vet me shëtina për shpi Për ta një kohë në ke të shkoj Që më kënjo t'u hetarosh Edhe I shpikon jam I ti I pa shpirt, I pa si Unë jam I til, kus me sova ndashuri Ja parat për taksi shkon në shtëpi Edish mi por jam I til I pa shpirt, I pa si pi vështirë Unë jam I til, kus me sova ndashuri Ja parat për taksi shkon në shtëpi Edish mi por jam I til I pa shpirt, I pa si pi vështirë Unë jam I til, kus me sova ndashuri Ja parat për taksi shkon në shtëpi Edish mi por jam I til I pa shpirt, I pa si pi vështirë Unë jam I til, kus me sova ndashuri Ja parat për taksi shkon në shtëpi Unë jam I til Mos paq pare për taksit qa jone Sa e do trokitjen Tekst Pështime Që e bëjnë në qëta Qëre ju gjini të pozit kjere Lene voloni, lene shuploka Ja parat për taksi Një aparat për taksi Një aparat për taksi Jo, pare për taksi E kemi pa dhe më thonë që albumet kërë keni bo nuk keni kërstym kohë Ke bo kohë këgja shumë dhe më thonë Në bëni albume 5-6 kohë, po vjesht Po, më në tash vullneti madh edhe angazhimi madh që ajo ka qenë motivi jam kryesor edhe dediko në arrit ko mujt me prodhu ma shumë kena mujt krejt në rokerat me prodhu ma shumë ka edhe bende për shembull pas generatës tonë për shembull Jericho edhe Troja që kanë prodhu edhe ata muzikë mirë edhe shpresoj që
Ko me pas edhe bende të reja. Unë pra të dhe besoj, se në momentin kër ju ndalë edhe gjeneratat të reja mu, dhe kam po diçka të mirë, përmendje edhe kjo, dhe trojnë edhe Xherikën, do të thënë nuk është se s'ka pas mbështetje, ka pas një publik, dhe një publik shumë të madh. Po. Kështu që dhe gjeneratat të reja, po besoj që në momentin që provojnë diçka të mirë, diçka që dhojnë një mesazh të mirë, ose në të diunë e gjejnë vetën, brenda asajna, brenda shpirtit, ose që me thonë janë bio, dhe janë shumë original, po besoj që ka përpraje edhe sot. Megjithatë, unë nuk jam hiç nostalgjik, po besoj as ju për atë periudhën e viteve 80 është apo, se keni fillu ju, po jo në atë sistemin, po flas. Po na intereson pak historiku, për shkak se në atë kohë di që ka pas shumë bende në ish Jugosllavi. Jeni një inferior në krahasim me bendet që kanë qenë prej Bosnjës pundonë, por atje ka pas ose të Serbisë ose në të diunë. A din qysh në atë kohë ka pas edhe koncerte, po mor pjesë edhe bende ndryshme, edhe bende të Kosovës, po nuk kemi pas në i farë lidhshmërie me ta dhe na i kemi pas rockun shqiptar autentik, mu me thonë, ka pas stile ndryshme, ka pas etno-rock, ka pas alternativ, ka pas heavy metal, ka pas hard rock, edhe ka pas këngë dashurie, asi po mënej që për shembull balada, dashurie, Veletriksi për shembull, Fontana, edhe grupet e ndryshme në viteve. Po ka pas edhe hard rock si grupi Mag për shembull. Po. Në atë vitin 72, 73 që kanë qenë si Deep Purple të Balkanit. Po. Ose të në të ja, kur ka bo rock muzik, të në të ja, se mos anë i kanë bo turbo. Sa mirë shej për mana. Jo, kretën qëllimi i pyetjes ke për shkak se në atë kohë, në bazë të informacioneve që kemi marrë, domethënë prej kolegëve të tu në atë kohë, se ka qenë tendencë në trive për me dëgju muzikën slave, derisa ka dalë roku shqiptar, kështu që kanë thënë se keni dhënë një kontribut shumë të madh. Po, për shkak se kanë pas edhe në gjuhën e tyre për me dëgju stilin që aty ju pëlqeu. E vërtet, në atë kohë kanë dëgju, po thamun e gjeneratat kanë, për shembull ka qenë bjellë dume që ka qenë shumë e popularizuar, biljata e patën të boni kam shqip, thonë të Po. për me Kosovskaja. Po, Kosovska edhe për me inkorporua edhe publikun shqiptar të Kosovës, po në përgjithësi roku i atërshëm, për shembull, unë përmena edhe Tintin 403 grupin e Masane i Gjurmët, Teleksin, unë bile kongën e Teleksit e këmbo remake, për punun në vitin 2000, në albumin e dytë, edhe ato ka pas sukses jashtëzakonshëm edhe janë dëgju masivisht. Masivisht, se ka pas edhe prodhim, ka pas edhe kvalitet, dhe stile ndryshme. Kemi një ditë dhe jemi mundu me jemi numru në atë që shumë bende. Kemi ngarit edhe prej Kosovës, edhe prej Maqedonisë, interesant. Grupi Teleks, Hareja, Folea, Shekulli Dreqi, Po, edhe ata kanë shumë bende. Pos, sidomos grupi Telex, se jo ati ka si dhe është një ndër kaktor më të mirë, ka kënë blues, soul, edhe ka pas këngë shumë të mira. Edhe të në tëja edhe grupi Mag, unë e kom pas edhe privilegjin me kënu Gjerdet Gashi, ka qenë pianist, organist, organos në atë kohë për grupin Mag, edhe studion e kanë pas bashkë me Enis Preshevën edhe unë isha tu incizu albumin edhe pa dhe gjithë dhe kësha mos jam ti me kënu më e mira ti po jo po më është privilegje edhe privilegj edhe a i tha është qëllimi për nderë të Hakim Mesinin kantori grupit Mag i cili është ekzekutu nga pushtuesi sërb në kohën e luftës në Kosovë, edhe për hir të tij edhe pionerëve të rock and rollit shqiptar, grupit Mag, edhe një vetën privilegjuar me këmbë atë. Edhe ka qenë pjesë e albumit, po pjesë fenomenale do. Kështu që unë e super cool. Është interesant mu edhe po që janë disa kohë nga njëherë që nuk kemi pas edhe si këngëtar që kanë thonë që kemi nisë një kohë tjetër në bëhet, na ka bo një tjetër. A din qysh është puna edhe
në atë kohë videoklipi kur se albumin me ndëgju albumin po akja këngë edhe më të mira se sa të videoklipit, po një videoklip s'ke mujt me bëti 4-5 videoklipe. Edhe tash njerëzit për shembull kur të ngojnë albumin e tretë temin kur të kthehu, nuk e din që unë jam i tillë edhe janë ato këngë tjera që janë shumë mira edhe ato, po janë ndëgju klipet kryesisht. Edhe kanë qenë formë këto, po. Është thjesht domethënë videoklipi e ka pasur fuqi shumë të madhe, sidomos prej viteve 2000. Po gjithashtu më kujtohen edhe ato se kanë qenë edhe ato kasetat e vitit 3 përpara që i kanë marrë gjatë. Po, me ndërgjë pagiqe me ai tani vështon to vitet 3 apo janë me kënu edhe në bashkë i bëjsh që s'ka pas mundësi tjetër me videokaseta janë në leta është. Po, në leta është. Kur pini do po që tash ja den një 10 vjet i kanë eksperiencë, diçka po thonë 100 vjet i kanë. Ju vërtet do të thonë një 1000 Ai 2026. Vetë fakti që po që bën 40 vjetorin e karrierës time. Po, tregon. Shizimi se ka 13 vjet i kom pas kur ja kom nis mira gitarë. Dhe kurse haroj patan pse atëherë kena pas me kaseta. Dhe s'ka pas as CD në atë kohë. Po foli 83, 82. Kur kom ble une? Ti 83 ja? Po. Kështu dukesh si me kon 70 Po shpresoj. 2000 tani. Do me thonë që rock'n'rolli njerëz po i duken Po i bon matri. Po na bon. Kesh ty gabu. Jo, po na bon pak në pension do Jo, është na bon update. Definitivisht do të thonë nëse e krahasojmë një 45 vjeçar ta asaj kohë, dhe sot mund të shalonja 30. 58 i kom Po faktikisht. s'ka lidhje, po megjithatë do të thonë është jo është beqar plus. Po, e ka bo update. Po. Normal. Muhammed të natë mira ty. Edhe gitarist. Hem gitarist. Edhe solist. Po du me thonë që kemi pas po më në nderin më marrë me muzikë se na ka jap një rini edhe në këtë kohë që kesh të theksu 13 vjet në shkollë fillore kom qenë edhe e ndojsh Led Zeppelin Starway to Heaven. Okay. Edhe është ashtu. There's a lady who's sure I'll let me turn my skull and she's buying a stairway to heaven. Po du me thonë që kërë kom nëzirë gjithë kom me kaset një shumë dit kërë kom suj me nëzis kom prit me dollar në vërë shkollës Ismail Simonis që të kom jetu në bregdimit në artash ne edhe me nëzis kom prit me dollar aty edhe kur dole në vërë shkollës e kënova kongë të shfarë unë ledhe në aty krejt shoqet e klasës ishte klasi e madhe atë Pa tjetër, atër ka qenë vështirë edhe për instrumenta, apo jo? Nuk Kena është pas, produkti, e kemi pas privilegjën që me pas instrumente, sidomos mua e ka pas një Fender Z, një Squier në atë kohë. Krejt bendet e Kosovës e kanë qizu me sa do. Ku jeta ja mu, bre. Seati, Terexa me gitarë me tina kanë qizu në studion e Ka radio. erujnë që aty. sa mirë, jo, ato flasin shumë. Po sojmë një instrumentist i shitet $1 milion, atë si Eric Claptoni që i shitet gitarja. Po, valla, Një instrumentist i basi i shitet €10. Është Mu interesant. €2. Ku jeta ja mu, Nuk e bre. besoj. S'ka €2. Nuk e besoj. Jo, më kujtohet edhe ajo pjesa para lutës ku thjesht i kanë gjetë këto garazh ato se këto pjesë. Na jemi kanë shumë me ushtru. Kemi kanë shumë solidar me njëri tjetrit, po. Edhe kemi një mund njëri tjetër, tonë e kom pas një bas ose një, se unë në bas i kom ramas po. Babylon për shembull, me grupin Babylon i kom ra bas, mos ani ritëm gitarë. Një ditë në gitarë. Okej.
Shumë që pas që thoni Cila? Unë, para se mja njësoj këngë, du me kënu diku pranë shtëpisime. Super, e preferume. Një rëndësit veçantë për mua dhe për historinë e kësaj këngë që është Uran Bajrami, Indjer, shoku jam i fëminis, që ka pësu aksident komunikacionit, edhe tekstin e ka shujtaj, muzikën e ka bu Besim Ajdini, i cili është në Londër, një ndër gitaristat më të mirë, shqiptarën për ndryshe ka qenë edhe në grupin Oda, edhe ma jam zhënë emisione kështu të veçanta se jemi rritë bashkë edhe ai ka tekstin që ka shkruajt si me parashikuj që kështu Indjeri edhe mos ne kemi qizu pas dekis ti me Besim edhe me Florent Boshnjakun edhe në Radio Prishtinë para se më mbyll Radio Prishtina edhe ka qenë Fatosi Berisha Lindja në atë kohë që i ka ra të ponave kështu që është një super këngë, definitivisht s'më thonë, po nuk e di, me mira herë është këngë e transmetume dhe dëgjume, është një këngë që i meritë. Jo rastisht edhe në fillim, nëse s'gabojt emisionit, kur t'i përmendi këngë, Poqit është një ndër këngë që e përmendi gjithmonë, se është një super këngë. Ashtë ma tepër të më thonë, kur t'i e kemi ditë paga shumë historinë, po kur t'i së dhe jepë për publikun në njerë që është... Edhe kujtimi për to jeton për gjithmonë se non-stop e kom këngë. Qështu? Të këtëshim të shikonim gjurmë që i lam dikur Dhe ditë që s'do të them më kur Kujtoj qaste që kaluan Ishin trin të mare dashuruar Edhe pyes vetën atua ku gabuan Vitet kaluan si disa qaste Djeli shumë shme e përndoj Ti ku pranë dhe besime sot të baroj Vitet kaluan si disa qaste Djeli shumë shme e përndoj Ti ku pranë dhe besime sot të baroj Pranë të besime, ti dhe t'kaloj, ne nuk kemi aty Ti ku pranë të besime, akime, s'padin me kujtimi për ty Ti ku pranë të besime, ti dhe t'kaloj, ne nuk kemi aty Ti ku pranë të besime, akime, s'padin me kujtimi për ty Me kujtimin për ty Kur të thëshim të shikonim Gjurmë që i lam dikur Dhe ditën që s'do të kthen më kur I kujton qaste që kaluam
Ishin trinj të mare dashuruar, edhe pyes vetën atua ku gabua. Vitet kaluan si disa qaste, djeli shumë shpejt perëndoj, ti ku merdo besime s'do të mbaroj. Vitet kaluan si disa qaste, djeli shumë shpejt perëndoj, ti ku merdo besime s'do të mbaroj. Ti ku prash të besime, ditët kalojnë, ne nuk kemi aty. Ti ku prash të besime, agimet s'badhen me kujtimin për ty. Ti ku prash të besime, ditët kalojnë, ne nuk kemi aty. Ti ku prash të besime, agimet s'badhen me kujtimin për ty. Me kujtimin për ty. Këtu s'disha me thonë. Emocioni veçantë dhe definitivisht ky njeri jeton përmes tekstit. Edhe thjesht do të thonë Rënqetës? është një super tekst, është shumë njerëz që i kanë përsërit vazhdet e tij, kështu që Unë zëm emocione dhe kujtim për Kurani, edhe do ta kujtoj për gjithmonë, edhe kjo këngë do të bjetoj, edhe do të jetoj, shpresoj shumë. patjetër. Është një punë, thash edhe më herët që definitivisht është dëgjuar shumë, është transmetuar shumë dhe shumë njerëz në momentin që ti e performon, e luan do të thonë, të përcjellin për mas. Është kënaqësi. Është Ku performon poqit ditë të sodit? Cila qytete, cila lokale? Po në qytete, gati në krejt Kosovën, po në Prishtinë për shembull, më shumë të jam me involvum, performojnë menata, taverna, kejk, masëni në vendom me band, që është një përpasi, për ndryshë në këto vere tjera më shumë akustike, amplak. Edhe në për Pejnë, Gjelan, Gjakov, Hamtanavisit. Në Hamburg kemi qenë për vitri. sa mirë. Kështu që kemi performu atje në lokale, në një lokal shumë i mirë në Hamburg, edhe këtë klientela kanë qenë 95% gjermanë. Good craft. Edhe kemi performu në gjuhën angleze, po kemi performu edhe shqip, një tregu që edhe na shqiptar kemi rock kulturë. Shumë besoj që i kanë prit shumë mirë. Po shumë. Më duket që atje ta gjua Aplaudime shqipe, kështu. po. Më duket që gjua shqipe nuk është paktën përvesh, kështu si në anglishtën përpara ose ku di unë një gjuhë tjetër kur kemi këshyr filma. Edhe të gjerman gjua shqipe më duket që u bë pak e njohur, kështu. Po është po njohur fal kulturës dhe artit. Kur të qysh janë krejt to këngëtarët për shembull Dua Lipa edhe Rita Ora që kanë popularizuar edhe i kanë jap një jehon të madhe shqiptarisë në përgjithësi. Është interesant, e kemi përmend, po sa është e përmendëm, besoj që nuk e teprojmë për shkak të kësaj fuqie që ka arti. Na folën pak më herët edhe sport, që edhe arti, folën pak më herët për një tekst, do të thonë që është bukur, edhe që sa gjenerata do të thonë kanë përcjellë atë tekst. Ose kur të i morë shembull do të thonë Duan ose Ritën, ku ndoshta kemi shpenzuar me miliona euro për kujtimën e për me lobu, po thjesht do të thonë fuqia asaj është sa miliarda që kemi mujt. Edhe çfarë do të thonë edhe shteti si shtet për shembull, ku ato kanë performuar, kanë pas sukses edhe pse këtu ka talent, talenta të jashtëzakonshëm, po në pamundësi për me dalë në skenën botërore. Patjetër. Është përpara, po që edhe mua e kemi pas një farbindjen që ka shumë pak njerëz që performojnë live.
Ndërkohë që tash në momentin që po ju jepet mundësia, ka të guximshëm, që teknikisht janë shumë të mirë. Teknikisht edhe janë të pëlqym, po jetësia është e shkurt, për sa ata po tham duhet me një sa më shumë vetit motiv për me vazhdu. Se është një sen që një mone edhe psikologikisht. Po më edhe është një knasi, çdo aspekt. Hyseni e përmajnë, do me thonë për këto se thjesht të boni pyetjen se ku po performoni tash, mund kujtohen edhe ato vitet e 2000 tash unë besoj që kanë qenë kohë të mira dhe to ata për ofën, për shkak se ka pas organizime shumë të mëdha dhe ka pas model shumë atër në atë kohë, sidomos albumin e dytë, na gabova kia me shku edhe në përkatune me bo muzikë. Se ka pas një honë shumë të madhe. Edhe për çdo ditë kemi pas, për çdo natë kemi pas, bile ka njerë ka 2-3 herë në ditë kemi pas koncerte jetë vogla e të mëdha, po ajo kohë ka kalu. Ka kalu ajo kohë, megjithatë edhe sot po besoj që është klientela vjetër, klientela tash. I thon klient jo, po ata të gjusit, do të thonë ata rusit e muzikës. Na bakshish nuk marrim, kështu. Jo, sa kesa. Unë e kom marrë një bakshish për Soldier of Fortune, 5 euro. Koqa edhe ti. Sakrific. Po, qashtu është, po më nej tregu. Po, në Shqipëri keni performu? Po, në Shqipëri kemi performu sidomos viteve 2003, 2004, 2005. Edhe mas nej, faktikisht nuk kemi mua këthe. Atje edhe pse, për shembull, këngën teme ktheu e kanë bërë edhe Voice of Albania, me leje teme natyrisht, por nuk ka shumë lëvizje. Patjetër. Po megjithatë te kjo desha të kthehem se janë disa këngë domethënë që buhen në Kosovë dhe shumë mirë pritën në Shqipëri, sidomos kjo muzika rock domethënë që buhet tek ne. Minutat po ecën shumë shpejt, na kanë bërë edhe pak minuta deri në fund të edicionit, megjithatë e kemi me Hysenin le të cekim që nuk bëjmë pyetje më herët, do të thonë të gatshme, po besoj që keni edhe tash s'di çka kam të pyet. Jo. Po, më kujtu pyetja. Jo, unë e di se unë pja lexoj trunet. Jo, unë deshta diçka. Okej, vazhdo se unë sa harroj. Madje na vazhdo ti. Se është pyetje famshme. Jo, kjo djalë i ri nuk harron. Po e di. Mashallah. Jo, besoj që keni një kohë shumë gjatë që keni kalu bashkë, po besoj që secili për juve ka një moment interesant ku ndoshta i shkon mirë na tregu ndonjë që sharaku se diçka që ka bëjt një ndosh. Me vë muzikë. Po, në Shkodër kemi shku me pusin një mikon, dështë një 10 djetë mbrapa? Jo, ma pa. Jo, edhe në Shkodër në me kemi vë muzikë, se Shkodër është vend. Pedonale aty. Na ishim në anën tjetër, mysafir, po menoj njerëz ecën për pedonale, e në anën tjetër ishin klientët e atij lokalit ku ishin. Po. Edhe shumë interesant se ishin në dëgjeshin këngën edhe fund këngës. Një duar trokitja, edhe nësi me këngë koncert, na i sallë, edhe më ka dok shumë interesant. Interesant, po. Pra në mes, ecën njerëz, ata në anën tjetër. Si Gjerman, Hamburg. Po se shkodrant janë për një me e din artin edhe shmojnë artin edhe janë njerëz e vlerësojnë shumë. Që të senin plësove, falmirë. E vlerësojnë shumë. Është një qytet shumë i bukur. Mu më pëlqen, do të thonë. Kisha jetu në Shkodër pa problem. Po, shkoj një filetore ose tanala. Jo, mërë jo, se kjo është pyetje që e bojnë këtë bota. Sa e kitë vështirë me knu playback? Playback, për të kalzoj rastin në televizion RTK për shembull. Po dhe kështu jashtë në për nështë atë ka ndodhë i në koncert një kongë 2-3. Tu mundu me knu, tu mundu me emitu vetëm. Me emitu, po, edhe tu i ra gitarës e të më këputët teli. Playback. Qashtu. A live kurs tu ka A live s'pute kjo. Po si e bëzor. Du me thonë që një vetën playback shumë robotik është ajo. Shumë robotik. A ja qëllon tekstit playback? Jo, ja hu që ka nero tekstit. Edhe që kom shkrujt, e ka njerë bile, knësha atë kongën, po e tipi vjetër, edhe një 2-3 herë ka bo akia, s'mu kujtoj këtë tekstin. Po të kujtojt, mua si kujtojt, që këthesha kryt, hajde vazhdo. Mira, ka mera po shkan. Konga po shkan.
So bashkë mirë, po mirë është. S'është mirë është. Bukur. Po që falenderoj që ishte sot pjesë e edicioni të Augustin Knaj, për një me keni nderë shumë i veçantë që të keshim sonte si ty si muhën. Unë përshëndesoj që kemi taku prapë herave tjera mas koncertit se do të marrim informacione që Po, gjithsesi edhe ju për juve faleminderit, edhe di që edhe koncerti galla kur kom organizuar keni me qenë promotor të këtij tjetër. Është Shumë faleminderit. Pas njerëz që suportojnë nëse suportin. Po ne është obligim. Thjesht do të thonë na jemi shërbim publikut edhe jemi shërbim të tyre që japin diçka të mirë. Si gjithë, Radio Plusi ka qenë, unë bilen në kërë temen e kom Radio Plusin aty se ndrojë skanovin. Ja, më së ndrojë. Po, Se kom ndru prej më ka tregu. këtyre herë. Po, prej 2002. Prej 102.2 u kryu ma vetë. O, kryj... Se të mandrona i poshë visë vërët. Kthehet aty. Kthehet vetë. Autorevers. Si të lezë të tjerë. Mu falenderoj shumë. Shumë pasi që kishe sa. Po shpresoj që takohemi edhe herave tjera, po unë s'mi shoj pak më diçka tjetër është shumë. Po. Keni kohë edhe jashtë pak 8 minuta çfarë do ju. Duke performu. Mujna me... Po. Kësha këshim performu këngën e televizorit që kom përpunuar në qeshur. Edhe është faktikisht gjatë qasaj kohë kur kom bo muzikën e 90-ave për shembull, ma shumë i kom rrahur në grupit, po më nei ka dhe seshur sot e lek. Kështu që mos ne me lejen e tyre me kom përpunuar. Patjetër edhe ka qenë kohë që soare jemi orë mbrëmje live kur ka performu poshtë, domethënë kur ja ka nisë këngën çash, okay të bëu. Wow. Edhe iluzionin atë. Shumë edhe iluzioni patjetër. Veç edhe diçka para se më nis, më fal poçi. Po. Një mesazh të rive që dojnë edhe kanë qef më marrë me muzikë. Mesazhi është shumë i thjeshtë. Mesazhi është që i motivoj të rinë më marrë me rock muzikë edhe me muzikë kvalitative, jo veç me rock muzikë, ka edhe muzikë tjerë, zhanre tjera që janë kvalitative edhe me kontribu kulturës tonë që kemi një kulturë të jashtëzakonshme edhe mos mu dëshpru kur nuk ka njëherë suksesi vjen kur ti mundohesh me jap ato që e kinë shpirt. Ja, Fjalë faleminderit. tjera gjithë ju që doni më bu ambasador, në shkuna për zyra është shumë mirë që mundi më bu ambasador prej atyre që i nini ju, prej atyre që dini më bu më të mirë. Edhe për krajën e kam për ne, edhe për me, për mua si gjithmonë. Shumë faleminderit. Ishte shumë kënaqësi, faleminderit edhe ty Sen Kavexhiu, ne do të takohemi përsëri javën tjetër në edicion Po, të fritin. ta jetë në broma, nuk punohet, po, na punojmë. Faleminderit është edhe kolegi joni është Patjetër. Suksesit. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Edhe ky po inqizon ja ka nis, po Po, Alo, është kongën e Erik. parë ma ka bo për parimin. Urime për parim. Faleminderit. urim. Faleminderit. Qeshët du dhe mos pyve përse Nesër nga shpejt o djen Qeshët du dhe mos kërko kuptim Dhe qka mendoj ti e din Ato dit që ne kalon së bashku Shumë shpejtar o shumë shpejtar o Kur vëdë tua nuk ka qeshe Qeshu se do t'jetë bon Qeshu se do t'jetë bon
Qeshë të luda mos pyet përse Nesër nga shpirot vjen Qeshë të luda mos kërko kuptim Se qka me loj ti e dim Ato dirëm qane kanën së bashku Sospitano Come the two that's a stay Qeshu se do t'jetë bon 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 What?